Shëndeti mendor është faktori kryesor që trupi dhe truri i njeriut të funksionojnë në mënyrë të rregullt. E problemet më të mëdha vijnë kur kemi çrregullime të shëndetit mendor. E për raste që kërkojnë ndihmë më së shpeshti nxënësit e nivelit fillor, na njoftoi më shumë psikologja Ylka Komoni Nuçi. Vijnë për problemet natyrës emocionale që ndërlidhen me moshën aty. Kanë probleme ndoshta me bashkëmoshatorë, cilat nuk arrin mi kanalizua apo mi zgjidh, dhe përmes bisedës me psikologun sikur e orienton drejt një zgjidhje pakës më të mirë. Mandej fëmijët sot është duke ra numri i fëmijëve, mosha e fëmijëve, cilët kanë probleme me ankth, kanë probleme edhe me depresion. Krahasimi me të tjerë, bullizmi, sidomos bullizmi virtual është mjaft i shprehur, dhe këto problematika ndërlidhen me shëndetin e tyre mendore dhe me ndjesinë e pamjaftueshmërisë tek vetja e tyre. Ajo po ashtu foli edhe rreth hezitimit të nxënësve për të konsultuar me të. Si çdo problematik tjetër, edhe kjo po mendoj që e don një kohë drejt një mirëqenie më të mirë apo drejt një ngritjes vetdijes për më ardh deri te psikologu. Mendoj që nuk është ajo mendësia apo mentaliteti siç ka qenë më përpara. Vijnë shumë më shlirë te psikologu, edhe simptomat i referojnë shumë më lehtë. Stigma nuk është qysh ka qenë, por gjithsesi ka nevojë për përmirësim. Në të kaluarën, shkollat fillore ndjenin mungesën e psikologut, por tani shumica e shkollave të qytetit janë të pajisura me zyrën e psikologut dhe kanë psikolog në mënyrë që të ndihmojnë sa më shumë nxënësit në formimin social dhe arsimor.